para disa muajsh, veprimi i Jos Markut në gjysmën finale në shtëpisë së famshme ndaj Gjestit bëri xhiro në rrjetit, që pas asaj dite ata të dy nuk kanë pasur më kontakte. Së fundmi Valbona Mjilli ka qenë ftuar në një intervistë dhe duke qenë se ka mik të ngushtë Jos Markun, ajo u pyet për situatën që mori vëmendje të madhe, ku Jozi e goditi me shoplak në fytyrë Gjestin. Ajo theksoi se këngëtari është penduar dhe këtë e ka shprehur me të gjithë, madje edhe nëpër intervista. Jozi ndihet shumë keq për situatën që ka ndodhur dhe absolutisht e mirëpret dhe ka shumë respekt për Gjestin, u shpreh ajo. Më ka shprehur personalisht përtej kamerës, e ka shprehur dhe ka dhënë mendimin e tij se si ndodhet për situatën e ndodhur, theksoi më tutje ajo. Sa i përket raportit me fituesin e këtij edicioni, gazetarja tha se ka kontakt her pas here dhe se ndiqen në rrjetet e tyre sociale. Nga ana tjetër na duhet të themi se gjendja e Gjestit ka qenë mjaft e rënduar javën e fundit, për shkak të tragjedisë që i ndodhi në familje, ku vëllai i tij i vogël u nda nga jeta. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.